Vitet e fundit, shumë familje fermere, veçanërisht ato që jetojnë në zonat kodrinore, kanë investuar në kultivimin e ullive. Kjo kulturë bujqësore është parë si një mundësi e mirë, pasi kërkon më pak punë krahasuar me kultura të tjera, ndërkohë që shumë të ri janë larguar drejt emigrimit. Familja Shqau, e cila vite më parë u largua nga zona e Shpatit për të vendosur në fshatin Mblis të Elbasanit, sot zotëron rreth 120 rrënjë ulliri të varieteteve të ndryshme. Megjithse janë përkushtuar plotësisht dhe kanë kryer të gjitha shërbimet e nevojshme bujqësore, këtë vit thonë se po përballen me humbje. Sipas tyre shkak janë kushtet e paqëndrueshme klimatike. Unë kam 120 rrënjë, prodhimi është shumë dobët, nuk kemi prodhim fare. Dhe vetë nuk do kemi vaj të hajmë vetë, jo të shesim, nxjerrim treg. Pa madhe që qetë, atësira madhe, ka lëllove. Komplet zona jonë, që të ura shkumirit, deri në Shelcën lartë, se deri në Shelcën ka ulliri, një lartë nuk bat ulliri. Ka fantom, ma shumë fantom milin, edhe bizaj, po me pakica është, të ndopët. Nuk më leverdis fare, si mjetë nuk blej fare, vetë po qova planezi, dhe planezi dhe qoj me transport që zatori kërkon 13.000 lekë, ta qoj të parcela ku kam. Dhe plus fuqia punëtore që dhe narkojmë, dhe shkarkojmë, dhe hapim në për rrajet e ullirit. Fermerja thekson se në Shqipëri është e nevojshme të ndiqet praktika që zbatohet në shumë vende të tjera, ku fermerët kompensohen nga shteti kur dëmtohen nga kushtet e pafavorshme klimaterike. Unë jo, për vetën time jo. Unë, si familja, s'ka marrë asë llojnime për shtetit, asë llojnime, kur. Nuk ditë marrë nime nga shteti, asnjëherë. Në zonën e Elbasanit, fidanet e ullirit kanë gjelbëruar kodra dhe janë kthyer në një investim afatgjat, që synon të forcojë ekonominë lokale dhe të sigurojë të ardhurat të qëndrueshme për familjet fermere.